U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe mëtej me të ftuarit tanë. Si që në fillim kishim diçka nga sporti pikërisht ku Amir Duraku, kishim në linjë të drejtë për drejtë nga Danimarka ku folëm gjëra e gjatë pikërisht për handballin, por kësaj radhe ne do flasim për klubin e futbollit Besa Saraj dhe këtu me mua kam përfaqësuesit e këtij klubi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Në ritmi i ditës. Mirë se ju gjetëm, kënaqësia është e jona. Faleminderit për ftesën. Atëherë mund të na thoni se si e vlerësoni gjendjen aktuale të klubit të futbollit të Besa Saraj në këtë fazë të kampionatit? Gjendja aktuale e klubit është në gjendje fenomenale me një hare dhe me një eufori të jashtëzakonshme. Besoni që jemi në ligën e tretë veri, por s'di si ta them, ka ekipe që dash zoti për gjithë ekipet funksionojnë sikur që funksionojmë ne aq mirë dhe aq hareshëm. Jemi në vendin e 10 momentalisht, kemi pasur disa kriza periudhën më parëshme, kemi pasur disa rënje, disa ngritje, ishin kriza emocionale, kriza taktike, teknike, themi. Edhe ajo. Mund të na thoni se sa jeni të kënaqur me atë që ka treguar ekipi deri më tani në ligën e tretë të këtij sezoni? Për skaj asaj që ne ishim me buxhetin pak si dobët në ligën e tretë veri, lojtarët dhanë maksimumin e tyre dhe i falenderoj nga zemra unë si nën kryetar, i falenderoj nga zemra që ata dhanë maksimumin për ekipin. Mundet edhe më mirë, por shpresojmë në të ardhmen që të bëjnë edhe më mirë. Më mirë. Atëherë mund të na thoni se a ka pasur përforcime gjatë afatit të fundit dhe çfarë profile lojtarësh keni synuar? Po, ka pasur disa përforcime të 6 lojtarë kena marrë të ri, që janë ato edhe me prevojë të ligës së ditë dhe besojnë të arrijmë një sukses. Edhe pse edhe mos me i fitu 13 loja që na kanë mbetën deri të krije sezona. Atëherë, a janë përforcimet pjesë e një plani të afatgjat apo mund të themi që janë vetëm për këtë sezon? Jo, ne jemi shku me një drejtim që të jetë për afatgjat dhe të përgatitemi këtë sezon për sezonën e ardhshme dhe pse të mos korim një sukses edhe për me inkuadru në ligën e dytë. Në ligën e dytë. Mund të na thoni se cili është objektivi kryesor i klubit për këtë sezon? Objektivi kryesor i klubit për këtë sezon është që shpresojmë dhe besojmë se do të korrim fitore në çdo ndeshje. Në çdo ndeshje që na pret përpara, e kemi atë vullnetin, ekipin, i kemi gjitha mundësitë e mundshme që ne të korrim suksese. Po dhe në vitin e ardhshëm për shkak se patëm, siç e përmenda edhe më herët, patëm disa momente rënje ngritje periudhën e gjysmë sezonit të parë. Do të thonë mundësitë për të kaluar në fazën e kualifikimit për ligën e dytë kemi paksa të dobta. Dhe mund të themi që përgatitemi që vitin e ardhshëm që vjen, përgatitemi, kemi një plan, kemi një, siç e ceku edhe kolegu im, kemi një plan, kemi një projekt ku do të besoj se do të konkurojmë apo do të jemi konkurrent për ligën e dytë. Në ligën e dytë. Atëherë, a mendoni realisht për ngjitje në ligë më të lartë apo po ndërtoheni hap pas hapi, ngadal? Po, të shkoni deri në siç e ceka edhe më herët. Domethënë ne kemi filluar realisht me një projekt ku shpresojmë dhe besojmë se ekipi ynë i tanishëm dhe i zgjeruar, domethënë do të shohim ende nuk ka mbaruar periudha e transfereve. Ne shohim çdo gjë që është e mundshme dhe më e mira e klubit. Besoni që pse jo të ketë edhe më tepër klube me kualitet të lartë siç jemi ne. A ndjeni mbështetje të mjaftueshme? Mbështetje të mjaftueshme. Kishim realisht një mini histori të klubit do t'ua tregoj. Ne filluam klubin në vitin 2024. Problemi ishte që kur e filluam klubin, biles me kolegët që isha në kryesi, ishte si shaka. Realisht gjatë kohë Saraj nuk kishte një klub të suksesshëm dhe një klub me
me një seriozitet të tillë. Personalisht nuk është sekretari i jonë këtu, personalisht unë i kam thënë sekretarit që kjo është shaka për shkak se e di se si funksionon këtu gjithçka. Megjithatë, ma vërtetuan të kundërtën, afaristët tanë na ndihmuan ligën e 4-të, mirama ne nuk i zhgënjym ato dhe e fituam realisht për vitin e parë, domethënë me një vit punë, ne u kualifikuam në ligën e 3. Liga e 3 është ca pak më të them më e rëndë ose të duhet më eksperiencë më tepër, edhe besoj që jemi duke punuar me intensivitet shumë të madh që për të arritur sukses. Edhe pse jo që është për të lëvdruar, mirama është në nivel normal për krahja, të themi. Ti dallojmë tifozët i falenderoj nga zemra tifozët e klubit dhe gjithë mbështetësit nga fëmiu më i vogël dhe më lartë. Sa keni përkrahje nga institucionet të kompetente, të themi, sa ju ndihmojnë si klub juve? Realisht kemi një përkrahje solide nga Federata e Futbollit. Kemi edhe realisht unë si më herët isha si drejtor sportiv, sot si nënkretar, kisha takimet në kontinuitet me zëvendës ministrën Sonjën Safie. Shpresoja dhe dëshiroja shumë që të kemi përkrahje më të madhe nga institucionet, por është paksa ndoshta punët administrative janë edhe më të ndërlikuara, tash nuk e di. Të flasim pak për klubin, sa antar janë, apo sa keni në këtë klub? Sa është numri antarëve në përgjithësi? Antarët e klubit jemi 9 antarët të kryesisë. Kemi kryetarin, nënkryetarin dhe hierarkia që shkon. Biles Selimin e kam antarin më të zjarrt të klubit, realisht është një ndër antarët që funksionon dhe ditë bëj të pamundurën të mundshme. Realisht kemi konsultohemi me shumë sport dashës. Një ndër ato antarë është edhe Amir Duraku, që e përshëndesim nga këtu, nga zemra. Kemi edhe shumë konsulta nga shumë sport dashës edhe profesionist sportiv. Kemi trajnerin, ndihmës trajnerin, trajnerat e portierëve, ato janë. Sa është interesimi të theme i të rinjëve për të luajtur futboll tani, duke pasur parasysh se jemi në epokën edhe të teknologjisë? Sa kanë interesim që të jenë pjesë e klubit tuaj? Besoni që është e befasuar, për të befasuar momenti kur themi se jemi me të vërtet një periudhë ku inteligjenca artificiale ka bërë të shmos që më tepër të afrohesh tek ajo, por është për të befasuar se sa fëmijët, për shkak se ne kemi edhe akademin ku kemi mbi 150 fëmijë, është për të befasuar se sa fëmijë janë të interesuar për futbollin. Mund të na thoni se Akademia e klubit e përmendëm që është një bazë e rëndësishme, në çfarë faze është aktualisht kjo akademi? Në fazën teknike i kemi trajnerët, realisht, në fazën, nëse flasim në fazën e trajnerëve, kemi trajnerët, kemi fëmijë, kemi kualitet. Realisht në vitin 2024 e filluam ekipin me një grup të lojtarësh të cilët ishin pjesë e akademisë, domethënë të trajnerit kryesor që ishte më herët Lek Zajazi. Shoh që momentalisht dhe rrjedhimisht na tangojnë kushtet realisht. I kemi 3 stadiume apo terrene sportive, i kemi në komunën e Sarajit, të cilët ndoshta ka edhe më tepër, po unë i di 3, të cilët janë, mos të themi jo funksional. Janë funksional, ama me kushte shumë nivel të ulët.
realisht edhe... Dhe mund të themi që ua vështirëson pak të themi punën e... Shumë në vështirëson punën, kemi bërë kërkesa më herët kemi bërë kërkesa realisht në pushtetet e më hershme që ishin në komunë, nuk ka ndërmarrë masa, tash me ndryshimin e pushtetit kemi bërë kërkesa edhe tek pushtetit tjetër që ka ardhur në komunë dhe në qeveri, besoj që do të ndërmiren masa, shpresoj dhe besoj që do të ndërmiren masa. Do të thonë terrene sportive, 20.000 banor, mos të kesh një terren sportiv, stabil, sinqerisht është për të ardhur keq. Shpresojnë që do e kemë parasysh se mund të themi që sporti është një ndër fushat kryesore të them të çdo njeriu. Sa lojtar nga akademia janë pjesë e ekipit të parë ose pritet të jenë së shpejti? Siç e ka edhe më herët, kemi 5 ose 6 që ishin nga ekip, domethënë nga akademia të ardhur në ekipën e parë. Presim edhe 2 ose 3, të flasim me numra, 2 ose 3 që të aktivizohen vitin e ardhshëm që janë prospekt për aspektin e teknikës dhe lojtarë me të vërtet të mirë fizikisht. Mund të na thoni se sa e vështirë është mbajtja financiare e klubit në këto kushte siç e thekët edhe më herët që keni mungesë të terrenit? Po, është mungesa e terrenit na vështirëson shumë edhe më tepër, por nëse flasim për tek mbështetja financiare, momentalisht kemi deshti Zoti që këtë periudhë të ngritet pak mbështetja financiare. Për shkak se, thash, siç e theka edhe më herët, është çështja se kushtet esenciale nuk i ke të rregulluara dhe ajo bën shumë problem për të vazhduar më tutje, për shkak se ti duhet ata financat ti financosh tek kushtet esenciale, duke menjanuar gjërat që duhen për lojtarët. Që janë pajisjet sportive apo ashtu. Mund të na thoni se çfarë do të duhej më së shumti klubit të futbollit të Besa Saraj për të bërë hapin e radhës? Çfarë duhet të bëni ju? Sinqerisht, neve na duhet vetëm vullnet, na duhet vullnet i mirë, domethënë punë, sakrificë. Ky klub është i ndërtuar mbi sakrifica. Dhe realisht klubi Besa ekziston qysh nga viti 1992. Ka pasur një pauzë, vitin 2017 apo 18 është në dokumentin e klubit që është reaktivizuar klubi Besa dhe realisht është ndërtuar mbi sakrificën e të së kaluarës dhe ne do të bëjmë çmos që atë sakrificë dhe atë mund që e kanë dhënë të parët tanë ta ringjallim dhe ta reaktivizojmë sportin në anën tonë të komunës, për shkak se jemi vetmi ekip, siç e thekë edhe më herët, që jemi vetmi ekip që konkurrojmë në ligën e tretë veri, po dash Zoti edhe më lart. Të flasim pak se si është bashkëpunimi edhe me klube tjera. Në vend, qoftë edhe në trojet shqiptare. Bashkëpunimi me klube tjera, të themi, është korrekt. Kemi bashkëpunim me klube të ligës së parë, kemi bashkëpunim me klube të ligës së dytë, kemi bashkëpunime me klube të ligës së tretë, realisht kam personalisht dhe në nivel të klubit bashkëpunime edhe me agjentë futbollit në Kroaci, në Holland dhe shpresojmë dhe besojmë që do ta zgjerojmë për të pasur bashkëpunim, por edhe për të korrur sukses lojtarët e ekipit. Pse jo një lojtar nga Maqedonia, edhe pse gjatë gjithë periudhës më herët flasim, ka pasur komuna e Sarajit ka pasur shumë lojtarë dhe shumë sportistë të mirë. Siç e kemi një ndër ato është edhe Enver Idrizi, që ka qenë sportist i komunës Sarajit, një ndër sportistët më të folur në atë periudhë. Domethënë kemi pas çdo herë sportist, por jo për krahje si duhet të themi mbështetje nga se kemi shumë afaristë në komunën e Sarajit, por
Ju ka ndihmuar më shumë të themi afaristët në këtë pjesë? Po na ka ndihmuar, po çtash ko pas kohë vin të aktivizuar dhe më të zhvilluar dhe më shumë, edhe janë të na animu, por shpresoj në të ardhmen kanë me na animuar dhe më shumë. Sa ndihmojnë këto bashkëpunimet për të nxjerrë një lojtar të mirë, për të parë një lojtar të mirë, për të bërë transfere të ndryshme? Këto bashkëpunime sa ju ndihmojnë? Ndihmojnë në bashkëpunimet me ekipet? Po. Bashkëpunimet me ekipet ndihmojnë shumë për të transferuar lojtarët, për shkak se ne kemi me të vërtet një ekip shumë të mirë dhe kualitativ, kur të themi që sinqerisht për disa nga lojtarët e ekipit kemi interes të shumt nga Liga e dytë dhe e para. Për njërin, posaçërisht nuk dua t'ja përmend emrin, për njërin nga lojtarët kemi interes edhe nga ekip i Ligës së parë të Maqedonisë së Veriut. Për skaj asaj që kam edhe domethënë kërkesë të informatave edhe nga ekipet të jashtë vendit, por ndihmon tepër edhe në buxhetin e klubit, për shkak se ne prodhojmë diçka që nxjerrni në dritë diçka. Atëherë, çfarë mesazhi keni për tifozët dhe për të rinjët që duan të bëjnë pjesë e klubit të futbollit të Besa Saraj? Unë personalisht ju përshëndes sfariar juve, përshëndes tifozët e klubit, klubin, kryesinë e klubit, dhe jap një mesazh për të rinjt që të mirën sa më tepër me sport për një jetë të shëndosh dhe një jetë sportive. Dhe në fund cili do të ishte mesazhi apo pse duhet i besohej klubit të futbollit të Besa Saraj? Se kemi me plot sinqeritet dhe me plot bindje që komunës së Sarajit i nevojitet një klub si Besa. Edhe nga ana juaj dua një mesazh pikërisht për këtë, dhe pse duhet i besohet të themi projektit të klubit të futbollit të Besa Saraj? Jemi me një projekt shumë të mirë dhe kur jemi cilësuar na si bashkërisht me kryesinë, kemi mendu që me arrit një sukses sa ma lartë. Jo me mejtë që to në ligën e tretë, por shpresat si humbin për me arrit edhe sa ma lartë. Pse edhe në ligën e parë. Komuna Sarajt i duhet një ekip si Besa, se kemi pa talent plot, kemi ende, pse mos me shfrytzu të klubi jonë, por me milion me shku edhe në klubët e tjera. Pa tjetër. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit e Ritmi i ditës dhe që ndat informacione lidhur me klubin e juaj Besa Saraj, dhe shpresojmë se jo në të ardhmen të arrini lartë më lartë dhe të dalin talentet e rinj siç ka ndalur shumë nga vendi. Ju faleminderit edhe për juve për ftesën që na keni bërë dhe na keni nderuar tepër. Ju faleminderit edhe një herë. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për ditën e sotshme, kështu që mua nuk më ngele gjatë tjetër përveç se të ju përshëndes dhe të ju dëshiroj një vikend të këndshëm. Mirëmbëjtje deri ditën e hënë.